Skulptori shkodran Ferit Kolla, i njohur për realizimin e veprave që përjetësojnë figura të rëndësishme të kombit, ishte protagonisti i radhës në aktivitetin Art Zanatet. I vlerësuar për aftësi në punimin e gurit, bronzit dhe restaurimin artistik, ai ndau me pjesëmarrësit rrugtimin e tij profesional, pasionin për artin si dhe sfidat që shoqërojnë këtë zanat. Gjatë bashkëbisedimit, ai theksoi rëndësinë e përcjelljes së këtyre aftësive të brezat e rinj, si një mënyrë për të ruajtur dhe vazhduar traditën. Art Zanatet është një cikël aktivitetesh i organizuar nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore, Bashkia Shkodër dhe Qendra për Hapje dhe Dialog, me qëllim evidentimin dhe mbrojtjen e zanateve tradicionale që janë në rrezik zhdukjeje. Nëpërmjet diskutimeve dhe praktikave konkrete, ky projekt synon të afrojë të rinjt me teknika artizanale, duke arritur njëkohësisht ndërgjegjësimin për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore jo materiale.